Më 9 tetor 2025, Dibran Hoxha kuptoi se do të vuaj dënim 24 vjet burg për vrasjen e Visart Cengut në vitin 2023. Atëherë, lajmin kishte zgjedhur ta merrte nga qelia. Në gjykatë erdhi të hënën kur kuptoi se apeli mund t'i zbutë dënimin. Por mund të ndodhë edhe kundërta. Pala dëmtuar ka kërkuar ashpërsim të dënimit, kurse mbrojtja e Hoxhës dhe të akuzuarve tjerë kanë mohuar përfshirjen e klientëve të tyre. Pretendimet ankimore, avokatët i elaboruan edhe në seancën e apelit, duke theksuar se mbeten pranë tyre. Për të lëshuar të gjitha dyshimet, tash shkalla e dytë është në shqyrtim të rastit. Përfaqësuesi i palës së dëmtuar, Emrosh Kastrati, ka kërkuar ndryshimin e vendimit të themelorës dhe të akuzuarve t'ju shqiptohet dënim edhe më i lartë. Sipas kodit penal po ashtu parashirën edhe ka thonë veçën e shtrënduesit që mund të shqiptohet dënimi më i lartë deri në 35 vite. Edhe prokuroria e apelit përmes parashtresës ka propozuar që të aprovohet ankesa e avokatit Kastrati. Kurse mbrojtja e Kobrës ka propozuar që rasti të kthehet në rigjykim. Propozime alternative ose prishta gjykimit kthehet në rigjykim. Dilën me ngjarjes dëbon ekspertime të thirrën të shpitarët, konstatohet cila armë është arma që është vrojë djeri, cila është lidhja e këtë këtu me punë me Dibran Hoxhën të lirohet nga akuza, sepse me provat administrueshme nuk është vërtetuar që njëri ka kryer penale. Për çka akuzon? Policën e doganës së Shqipërisë me masjellse të shpitarit nëse ka mundësi. Kthimin e rastit në pikën 0 e kërkuan edhe mbrojtësit e të akuzuarve tjerë. Dibran Hoxha u gjet fajtor për 2 vepra penale, vrasje rënd dhe armbajtje pa leje. Let nuk shpëtoi as Roland Susuri me 7 vjet burgim, i cili u gjet fajtor për 3 vepra penale, manipulim me prova, pjesëmarrje në rrahje dhe armbajtje pa leje. Dënime me më pak vjet burgim u dhan për të tjerët që akuzohen për rrahje dhe armbajtje pa leje. Jesmir Badallaj me 2 vjet, Burim Azreku e Arben Vezaj me nga 1 vit burgim. Rasti kishte ndodhur në një lokal të natës në Prizren më 3 janar të vitit 2023. Sipas akuzës, Visart Cengu u qullua me armë derisa po largohej nga lokali për shkak të një fature të fryrë afro 300 euro për 2 pije.